Pas vrasjes së Liridona Ademaj sulmohet djali i Bexhet Pacollit. Edhe pse kemi treguar më herët, Bexhet Pacolli ka patur një marrëdhënie të ngushtë me Naim Murselin dhe një lidhje familjare me familjen e tij, pra njihej mirë me Liridonën, fëmijët e tyre dhe madje ishte kumbari i njërit prej djemve. Pra duke qenë se kjo ishte marrëdhënie kaq e ngushtë, duket se Naimi së bashku me Liridonën e ndjer njiheshin edhe me familjen e Bexhet Pacollit dhe djemt e tyre. Kjo gjë ka bërë që ata të kishin një marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin, edhe pse jo të mirë treguar, dim të themi që djali i Bexhet Pacollit menjëherë pas të gjithë shpërthimit të lajmit se ai mund të ishte bashkëfajtor në krim apo se Naimi ka qenë i kamufluar tek ai, ka bërë që ai vetë të kishte shumë komente negative në rrjetet sociale dhe një bullizim të madh nga shoqëria e tij, gjë e cila ka ndikuar në mënyrë negative tek shëndeti i tij mendor, saqë Bexhet Pacolli ka treguar edhe më herët se kjo gjë po e pengon dhe po e dëmton atë dhe familjen e tij.